Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, a'udhu bi ghadabik, a'udhu bi ridaka min ghadabik, wa a'udhu bika minka. Shikoni se kjo pejgamberi sa ku lutet vëzër ta mbledh ke dunjan me një vend. Pilezo sa dush me një vend ki mu kthi prapë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot alaihi salatu wasalam, o Allah, mbrohëm me knatësinë tane nga hidhnimi jot. Me knatësinë tane runa nga idhnimi jot. Nga strehote qenja e Zotit nga qenja e Zotit. Sepse idhnimi ta bja azapin. E qysh me hikti idhnimi te rizalloku i Allahu xhele xhelal. Mirë. Pse ka thonë e udhu bike minke. Une me ty mbrona prej teje. Që ka mundësi? Me ty prej teje. Sepse Allahu xhela ka edhe rahmetin edhe idhnimin. Pra pejgamberi sa thot, o Zot, merrem me cilësinë e rahmetit, e që në e kije, e mos unë kap me cilësinë e idhrimit, të që në e kije dhe ata. Pra unë strehonat e kjo ana e cilësive të rahmetit, mos të më kapë kjo tjetra. Kjo qenje vëzër duhet vetë veti. Këta, a e ka dikush? Përveç Allahu, subhanahu wa ta'ala, vëzër këta nuk e ka as me laqas pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam.